Në ditën ndërkombëtare të vullnetarizmit mbi 800 të rinj u bashkuan në një aksion të madh pastrimin e Velipojit, duke treguar se ndryshimi nis nga secili prej nesh, pas punës së Bashkisë Shkodër dhe ndërmarrjeve të shërbimeve publike, energjia e këtyre të rinjve i dha aksionit një dimension krejt tjetër. Sot në kuadër të ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit, Rinia Shkodrane është organizuar si asnjëherë më përpara për të quar përpara një iniciativë për pastrimin e plazhit të Velipojës, ashtu siç i ka hije Velipojës dhe gjithë qytetit të Shkodrës. Siç mund ta shihni, pavarësisht edhe koha nuk na ndalon, as shiu nuk na ndalon, dhe Rinia është gjithmonë aktive për të dhënë kontributin e vet në qytetin e vet. Dhe ky është një shembull shumë i mirë për të ndjekur nga gjithë bashkëmoshatarët, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por në mbar Shqipërinë dhe më gjerë. Kjo iniciativë faktikisht mlodhi për 2 ditë 800 të rinj, është një iniciativë që vetë të rinjt e iniciuan, pavarësisht se mbështetja jonë është gjithmonë, jemi gjithmonë për krah tyre. Ne u bashkuam kësaj nismet në fakt si fillim nga qendra Nora Atelier, sepse sot ka qenë dita e vullnetarizmit, data 5 dhjetor. Edhe në bazë saj ne menduam që me bën një tip aktivitetit ku ka me pas vullnetar për të rinjve, që me pastruar ambientin, por të njëjtën kohë me pas një ambient podcaster. Pse jo edhe për turizmin vitin tjetër. Kjo është pak sa më e madhe se vetëm me mbledh me të rinjat ose me pastru Velipojën kështu. Është një kultivim i kulturës për kujdeset ndaj ambientit. Nuk është vetëm veprimi, aksioni që kena me basat, përveç se pastrojnë ambientin, e gjithashtu ndërgjegjësojnë pjesëmarrësit. Ky aksion shënoi një mobilizim të rëndësishëm qytetar në mbrojtje mjediset dhe prej të vijojë me iniciativa të tjera bashkëpunuese mes të rinjve, institucioneve dhe komunitetit lokal.